Në vazhdim të takimeve me qytetar, lëvizja vetëvendosje ka mbajtur sonte takim elektoral në Gjakov, pak ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Kryetari i qendrës në Gjakov, Agon Batusha, para simpatizantëve të pranishëm, kërkoi për mbështetje të kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje. Deri me 28 dhjetor kanë mbet më pak se 116 orë, që t'ju shpjegojmë sa rëndësishme është me dalë me 28 dhjetor, e kështu neve na duhet veç edhe pak nga ju, nga secili nga ju, që pastaj festa të bëhet e gjithë secilit. Ndërkaq kryetaria e Alternativës Mimoza Kusari Lila, duke folur për projektet të realizuara në qeverinë Kurti, kërkoi që të dalin sa më shumë në votime, me qëllim që përqindja të jetë sa më e lartë. Jesh gjakovar është me ditë, me dasht e me dhanë për atë veun. Me dhanë dijen, me mbrojt tokën e me zhvillu vendin. E krejt këto vlerat tana e të shqiptarisë e të kombit janë të mishrume në programin dhe orientimin e veprimin e qeverisë Kurti, të asaj që është tani dhe të asaj që do pasoj për 4 vitet e ardhshme. Ndërkaq kryeministri në detyrë, njëherët kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, gjatë fjalimit të tij, tha se mbështetja e qytetarëve në këto zgjedhje është dëshmi e besimit në programin dhe vizionin qeverisës të lëvizjes vetëvendosje, duke theksuar se qeverisja e ardhshme do të jetë në shërbim të çdo qytetari dhe interesit shtetëror të Kosovës. Vizioni ynë të dashur qytetar është punë për qytetarin dhe mbrojtje për familjen. Qeveria jonë është shërbim për publikun, jo privilegj për pakicën. Investimet tona krijojnë shtet e qytetar të sigurt si dhe shoqëri e familje të begat. Ky mandat i ardhshëm është për ta kthyer fuqishëm sigurinë dhe begatin në përditshmërinë e qytetarit. Siguria dhe begatia nuk do duhet të ishin lajm i gëzueshëm apo ngjarje e këndshme, por rutina e zakonshme e jetesës së mirë në Republikë. Në këto zgjedhje, lëvizja vetëvendosje garon si koalicion i përbashkët me disa subjekte politike. Të jetë dalja rekord, përfitoren rekord, të cilët duhet ta festojnë këtu në Gjakov dhe në mbar Kosovën.